Prej 2 javësh tregjet e Fierit janë plot me perimet e freskëta të fushës, duke shënuar nisjen e atij që quhet sezoni i bollakut në Myzeqe dhe që zgjat deri në fund të gushtit. Super prodhim kanë shënuar këtë verë të gjitha perimet të bazë, si domatet, specat, trangujt dhe patollxhanët e po ashtu edhe bostanorët. Përveç kultivuesve të mëdhenj, tregjet po furnizohen edhe nga produktet e kopshteve të fermerëve. Këta të fundit megjithëse me çmime të ulta vijnë nga zonat si Roskoveci dhe Patosi për të tregtuar perime dhe frutat e kopshteve. Ka pasur prodhim? Ka pasur po. Varet si e punon ti, si e pëshëmoj i hetun. Ti i ke mbyll në kopshin tënd të shtëpisë? Po, në shtëpi. Edhe me bajgëzime me ashuja. Uj, u qoj uj një natë po, një natë jo. Cila zonë? Roskovec. Ka dalë prodhim? Plot. Ishte sezoni mbarë? Kush ka punuar është i mbarë, kush s'ka punuar është kretar. Sa keni mbjellë? Mbjellë çdo lloj. Këtëra perimet i mbjellë edhe. Perimet? To e po bëjnë një 2 javë. 2 javë. Si është gjendja? Bio është vendi, me ujë janë, të freskëta janë. Ka pasur prodhim të mbarë apo? Po prodhim pa ujë nuk bën ato. Me ujë, me ple organik janë me gjitha. Në këtë periudhë tregjet në Fier furnizohen në masë nga kultivuesit e mëdhenj që mbjellen sipërfaqe të konsiderueshme me perime. Prodhimi i tyre shkon për eksport në pjesën më të madhe, ndërsa furnizohen edhe tregjet vendase. Ndërkohë edhe produktet e fermerëve të vegjël kanë mbushur tregjet, duke diktuar ulje çmimesh pas një periudhe kur këto të fundit shënojnë rritje të paprecedent. Këtë vit në qarkun e Fierit u mblodhen 7500 hektar sipërfaqe toke me perime dhe 1200 hektar sera.